Alba Story prezanton. Jam 36 vjeçe dhe punoj si avokate. Jeta në qytet më ishte mërzitur, prandaj unë dhe 3 koleget e mia vendosem të bënim një shkëputje. Kërkuam në Booking dhe gjetëm një shtëpi me qira në një fshat të thellë malor. Rezervuam për 3 net. Plani ishte shumë i thjeshtë, të largoheshim nga qyteti e të rrinim për qefin ton në një fshat malor. Të katërtat ne jemi lindur dhe rritur në qytet, e asnjëra prej nesh nuk e kishte kaluar kur asnjë natë të vetme në fshat. Kështu që nisja jonë ngjante më shumë si një aventurë e panjohur. E kur mbërritem atje, pas disa orësh rrugë, pam që shtëpia nuk ishte fiks si në fotot. Ishte shumë e vjetër, me mure guri të trasha e dritare të vogla druri, por ama të pakten ishte e pastër. Çarçafet dhe jasteket ishin të larë, e shtëpia ishte në rregull, e për ne kaq mjaftonte. Kjo gjë na bënte të shijonim më shumë fshatin, e të largoheshim nga luksi i qytetit. Kjo gjë nuk ndodhi këtë verë, por ndodhi në vjeshtën e kaluar. E ishte mesi i vjeshtës e moti ishte prishur. Gjysmën e ditës binte shipa pushim, pastaj qielli hapej për pak orë e me vonë fillonte prap. E ne rrinim brenda derisa ndalej shiu dhe sapo pushonte dilnim për të ecur nëpër rrugët me balë të fshatit për të parë rrethinën. Gjatë njërës prej këtyre shëtitjeve takuam një burr nga fshati. Ishte i veshur mirë e po rregullonte diçka tek gardhi i një shtëpie aty pranë. E ne i folëm e ai na u përgjigj me njëherë. Gjatë bisedës, ai na tregoi se ishte mësuesi i atij fshati. E kishte një të folur shumë të bukur. E kur na tregoi moshën e tij, na tha se ishte 50 vjeç. E unë mbeta habitur, sepse të them të vërtetën, mendoja se ishte moshatar me mua. Nuk dukej absolutisht si 50 vjeç. Mbahej shumë mirë e ishte një burr mjaft i pashëm. Para se të ndaheshim, ai u tregua shumë i sjellshëm. Na la numrin e tij të telefonit dhe na tha që ta telefononim për çfarë do lloj nevoje që të kishim, meqense ne ishim të huaja në fshat dhe ishte hera e parë për ne që vinim aty. U kthyem në shtëpi kur u bë terri. Kur nata filloi një i ftohtë shumë i madh. Shtëpia kishte një oxhak të madh në sallon dhe jashtë ishte një stiv me dru. Ne të katërta dolëm, morëm dru dhe u munduam të ndezim. Por drut ishin të lagura nga shiu i gjithë ditës. Harxhuam letra, shkrepse, kartona, por asgjë. Oxhaku vetëm nxirrte tym dhe asnjë flak. Ne jemi vajza qyteti, nuk ja kishim iden fare se si funksiononte ajo punë. Pasi u dorëzuam, mbyllëm dyert, e shkuam të flinim duke u mbuluar me disa batanie të trasha. Të nesërmën e mëngjes, edhe pse doli dielli, akoma ishte ftohtë. Koleget e mia u zgjuan plot energji, u veshën shpejt e me thanë se donin të dilnin prap për të eksploruar fshatin e për të bërë foto. E unë isha akoma e inatosur nga nata e kaluar. Dilni ju, u thash atyre, unë do të rri këtu
e nuk ndal nga kjo shtëpi derisa ta ndes këtë xhak. E ato qeshnin me mua, morën xhupat dhe iken, duke me lënë vetëm. Sa po ata iken dhe mbyllën deren, unë e lashur xhakun. Nuk kisha ndërmend të merresha me drute lagura. Mora telefonin, gjeta numrin që me kishte dhënë mësuesi një ditë më parë dhe i telefonova. Mua me kishte pëlqyer ai burr që në momentin e parë që e pash. Prandaj dhe shfrytëzova rastin sapo koleget e mia u larguan, sepse nuk dua që të më shohin me një burr 50 vjeç, sepse edhe ata, edhe pse i kam shoqe, hapin llafin lart e poshtë. Thira mësuesin dhe ai hapi. Mirëmëngjes i thash. Jam ajo vajza nga qyteti, avokatja. Po, tha, të mbaj mend, si jeni? Mos keni ndonjë problem, me pyeti ai. Kemi ngritur duart lart me oxhakun, i thash. Jam vetëm në shtëpi, nëse arrin të më ndesesh oxhakun, s'dua më shumë nga ti. Ai nuk bëri asnjë pyetje shtesë. Me tha që do të vinte për pak minuta, e ashtu ndodhi. Shumë shpejt unë dëgjua trokitjen e derë. Unë e hapa dhe ftova brenda. Ai kishte marrë me vete edhe disa copë zadrurit të thata e të holla nga ato që i mbanin brenda shtëpive të tyre për rastet e tilla. Ai me dha dorën, shkoi tek oxhaku, i hoqi të gjitha drut tonat e lagura, e vendosi ato të thatat në një mënyrë të caktuar, e si për çudi, i ndezi me një herë. Flaka mori hov brenda pak sekondash, e pastaj ai solli dhe drut e tjera, e dhoma filloi të ngrohej. Unë ula në tapet përballë oxhakut. Ai shkoi të lante duart, e erdhi e ula ty afër meje. Se kisha ndezur dritën dhe kisha lënë vetëm drita që vinte nga dritaret e vogla, por edhe zjarri i jepte një ndriçim të kohës dhomës, e ne filluam të bisedonim. E ai më pyeste se si kaloja në qytet e për punën time si avokate, ndërsa unë rria duke e pyetur vetëm pyetje për fshatin. Biseda me të më shkon të shumë. Në një moment, pas disa minutash bisedet e qetë, ai ndaloi se foluri, më shikoja pastaj më tha: Kur në jetë s'kam denjur me një grua si po ri me ty. Është hera e parë që ri vetëm me një femër. Unë se prita këtë fjali. Unë mendoja që ai ishte i martuar, pasi që kishte edhe mosh. Ai ishte një burr i pjekur, 50 vjeç, dhe fakti që po fliste me këtë sinqeritet me tërhoqi shumë vëmendjen, e sidomos duke e menduar që ai s'kishte pasur kur të dashur, atëherë e bënte edhe me tërheqjes. Do me thënë ti nuk e puthur asnjëherë, i thashon. E ai, tërësisht i skuqur, më tha: Asnjëherë. Kjo gjë më pëlqeu pa mas. Fakti që ishte kaq i tërhequr dhe i pastër në atë moshë, unë sprita me gjatë dhe fillova që ta puthja. Kur e putha një herë e u tërhoqa pak, pash që ai ishte bërë i kuq si gaca. Ishte krejtësisht i papërgatitur për atë që ndodhi, por unë nuk e lash me kaq. Çova duar përpara, e kapa nga krahet e tij, e tërhoqa nga vetja dhe e putha prap. Ai këtë herë nuk lëvizi fare, e filloi të më puthte edhe ai. Ai thjesht lëvizte buzët, por isha unë ajo që e puthja pa pushim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.